më lejoni që të flas për pellgun e Sarandës, Delvinës, Konispolit dhe të Finishit. Dhe po flas ende me rezerva sepse nuk ka kaluar risku, sot priten sërish shira në të zonë, që kanë të bëjnë me dëmtimet e banesave, me dëmtimet në pemtari, që është ekonomia bazë e zonës, ullint në zonën e Delvinës, mandarinat në zonën e Konispolit, dhe të infrastrukturës zakonshme. Bashkit nuk kanë më lek. Nuk kanë më që nga zjarret e verës. Nuk ka mundësi që ne t'ju kërkojmë bashkive të përballojnë koston e riparimit të rrugëve, të riasfaltimit të tyre, flasim për rrugët rurale këtu, të ndihmës ndaj shtëpive të dëmtuara. Nuk ka mundësi që të kërkojmë bashkive që të ndihmojnë me rrypyllëzimin e kurorës së Delvinës ku u dogjën ullint, apo me mandarinat që hektar të tërë u dëmtuan mandarinat, u mbuluan nga dheu, nuk janë më të shitshme sot. Kështu që të paktën për atë zonë, përtej ndihmës së drejt për drejt që ne japim blegtorinë e mbletari, ne duhet që të alokojmë sot një fond emergjente, sepse nuk kanë mundësi bashkit me fondet që kanë ta përballojnë. I kanë harxuar lekët e emergjencave civile që në verë. Dhe dëmet janë përtej asaj që është e dukshmja.